Në një kohë kur diskursi politik në Kosovë shpesh dominohet nga përplasjet për meritat e luftës dhe të pas luftës, juristi nga Belgjika, Skënder Musliu, ngrej një pyetje thelbësore për ndërgjegjen kombëtare: kush janë vërtet patriotët dhe kush janë ata që vetëm e përdorin këtë emër për përfitime personale? Në një prononcim për Bota Sot, Musliu ndan me vendosmëri dy botë ndryshme, atë të idealistëve që sakrifikuan për çlirimin e vendit dhe atë të atyre që pas luftës u shndërruan në Kosovë, e shndërruan Kosovën në plaçk pushteti. Sakrifica dhe patriotizmi përveç se tregohen në luftë, ato po ashtu manifestohen edhe në paqe duke kontribuar në ndërtimin e institucioneve demokratike, luftimin e korrupsionit dhe krimin e organizuar dhe forcimin e shtetit të së drejtës. Nëse i karakterizojmë sipas meritave në atë të kontribuar për mos çlirimin e Kosovës dhe në mos shtet ndërtimin e saj si shtet të pavarur dhe sovran, do t'i kishim klasifikuar në dy grupe. Në grupin e parë bëjmë pjesë patriotët e vërtet, çlirimtarët e dëshmuar, ushtarët e UÇK-s që ishin në për istikame, në përshije bor të uritur dhe në vijën e frontit përballë armikut, herojtë e kombit, dëshmorët, invalidët e luftës, mërgjimtarët gjithandej në botë, një pjesë e të cilëve fatkeqësisht nuk ju kthyen familjeve të tyre duke rënë dëshmor. Ata ushtarë që për shkak të kushteve të rënda financiare, familjare, zhgënjimi dhe dëshpërimi nga institucionet e uzurpuara nga komandantët e rrejshëm, të cilët kishin obligim të kujdesen për ta e që ja lanë në mëshirën e kohës, bën vetvrasje duke mos i shjuar lirin, si dhe të gjithë ata që në një mënyrë apo në një tjetër kontribuan për çlirimin e Kosovës. Në grupin e dytë bëjnë pjesë ata që nuk qëndruan e vijat e frontit, ata që në emër të armatimit për UÇK-n vjedhën 95% të fondit vendlindja thërret, fondit 3% dhe jo vetëm, ata që merrnin armatim falas nga mërgata dhe nga depot e kazermave të Shqipërisë, që pastaj ja shqitnin UÇK-s. Janë po ata që e përçan ushtrin në UÇK dhe në FARK, ata që në vend të luftonin armikun shekullor, luftonin dhe likuidonin patriotët më të devotshëm të adeut, antarët dhe prokrasit e LDK-s likuiduan dëshmitarët dhe njerëzit që dinin për vrasjet politike. Janë po ata që burgosën në mënyrë arbitrare aktivistët e LDK-s duke i maltratuar në mënyrë shtazarake dhe duke i likuiduar dhe zhdukur pamëshirshëm, shtjelloi ai. Mëtej, Musliu foli edhe për generalët e veçpallur të cilët, sipas tij, në emër të luftës përvetësuan dhe uzurpuan institucionet, terminale doganore, agjensitë e shumta e të tjera. Sipas tij, këta shkatruan ekonominë e Kosovës, madje dhe shitën certifikata për veteranë të rrejshëm nga komandantët dhe generalët të veçpallur, analfabetët, enverista dhe leninista gjysmë të civilizuar dhe shiku që në mesin e qytetarëve krijuan frikë dhe situatë të pasigur dhe të rrezikshme, të cilët ishin mbi ligjin dhe vepronin si kapadai dhe gangstera që uzurpuan të gjithë institucionet, terminale doganore, kompanitë publike, agjensitë për privatizim komplet, sistemin e drejtësisë, policinë, doganat në emër të privatizimit, plaçkitën me mijëra hektar tokë, uzurpuan AKI-n dhe mediat. Këta, pa kur fare merite, përvetësuan privatizimin dhe kidnapuan luftën çlirimtare, plaçkitën tokën e përgjakur të Kosovës, shkatruan ndërmarrjet me profitabilitet të ekonomisë së Kosovës në mënyrë kriminale, shitën certifikata veteranëve të rrejshëm. Krahas kësaj, juristi nga Belgjika përmendi edhe bashkëpunimet me grupet kriminale serbe, formimin e speciale së asociacionit, demarkacionit me Malinë e Zi,